Personat që hanë 2 vezë në ditë, urgjent duhet ta dëgjojnë këtë, do ngeleni pa fjalë. Të zira, të pjekura ose të skuqura vezët duhet të ekzistojnë patjetër në pjatën tonë. Teksa shumë njerëz stepen për të konsumuar për shkak të kolesterolit, ekspertët thonë se kolesteroli i tyre nuk është edhe aq i keq për shëndetin. Por çfarë përfitimesh ka për trupin tuaj nëse hani 2 vezë në ditë, nga lëkura, thonjtë deri te forcimi i sistemit imunitar? Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Konsumi i vezëve gjatë ditës do ju ndihmojë në humbjen e kilogramëve të tepërt. Studimet tregojnë se një mëngjes i pasur me proteina të reduktuara heq urinë, duke marrë më pak kalori gjatë ditës. Vezët kanë gjithashtu shumë proteina që i bëjnë të ndjeni të ngopur për një kohë më të gjatë. Flokët, lëkura dhe thonjtë tuaj do të përfitojnë gjithashtu nga konsumi i vezëve në mënyrë të rregullt në dietën tuaj të përditshme. Vezët përmbajnë një sasi të mirë të vitaminës B, duke përfshirë vitaminën B12, B5, biotin, tiamin, riboflavin, që ju ndihmojnë të mbani trupin tuaj të shëndetshëm, një lëkurë më estetike edhe të mbrojtur kundër dëmtimeve që shkaktojnë edhe radikalet e lira. Shtimi i vezëve të zira në menun tuaj ditore do të ofrojë edhe një forcim më të mirë të shëndetit të kujtesës. Vezët përmbajnë lloje të veçanta të vitaminave që quhen kryesisht kolin, e cila është veçanërisht e rëndësishme dhe gjendet te ushqimet e tjera. Ajo mban të shëndetshëm membranat tuaja qelizore dhe siguron gjithashtu një funksion më të mirë të trurit edhe të kujtesës suaj. Sipas një studimi të shkencëtarëve në Cornell University, suplementi i kolinës që gjendet kryesisht tek vezët mund të jetë i rëndësishëm gjatë shtatzënies. Siguron funksione më të mira të trurit dhe reagime më të shpejta të vegjëlit gjatë kësaj periudhe. Dhe shtimi i vezës në menun tuaj ditore do të përkthehet gjithashtu në një mbrojtje më të mirë të kujtesës dhe lehtësimin e komplikacioneve që i shkakton ajo. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezëve sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë. Vezët përmbajnë 210 mg kolesterol. Zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt e gatimit sepse yndyrnat që përdoren në skuqe rrisin kolesterolin në organizmin tuaj. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur duhet të hajë të paktën një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për nivelin e kolesterolit. Ngrënia e vezëve në mëngjes si pjesë e një regjimi të kujdesshëm shëndetësor mund t'ju ndihmojë gjithashtu edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Shtimi i vezëve në dietën tuaj ditore do të ofrojë gjithashtu edhe yndyrna më cilësore. Vezët e zira do të nxisin krijimin e yndyrnave të mira të cilat ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit në gjak, ndërsa do të ulin në riskun e problemeve dhe sëmundjeve në zemër. Këto yndyrna të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu edhe në rregullimin e niveleve të insulinës në gjak edhe përrrjedhojë edhe në nivelin e sheqerit në gjak. Vezët e zira do të ofrojnë gjithashtu proteina cilësore. Vezët e zira natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinës. Organizmi ka nevojë për proteinë në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteina ndihmon organet e trupit të mundësojnë në një strukturë të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave. Shëndeti juaj i syve gjithashtu do të përfitojë nga konsumi i vezëve. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore në ndihmën që i ofron retinës së syrit në thithjen e dritës. Mbron membranën dhe gjithashtu ul riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit ose verbëria. Personat që duan të kenë kocka më të forta duhet të shtojnë vezën në dietën e tyre ushqyese. Vezët e zira janë të pasura me vitaminën D, vitaminë e cila është e rëndësishme edhe për kockat edhe për dhëmbët e fortë gjithashtu. Vitamina D mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit,
për të qenë më i fortë edhe më i shëndetshëm. Vezët e zira mund t'i kombinoni fare lehtë në sallata, në spinaq, në patate, në pulë, në peshk, si një element i domosdoshëm i një ushqyerje të shëndetshme, çka do të lehtësojë komplikacionet e organizmit dhe do të sigurojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj. Ekspertët i cilësojnë vezët si shumë të rëndësishme për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj, nëse doni të merrni të mirat e vezës, sigurohuni që t'i keni pjesë të pandara të dietave tuaja. Vezët e zjera janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për të marrë përfitimet e tyre dhe për të evituar kështu edhe komplikacionet që ju kanosen çdo ditë në shëndetin tuaj. Ekspertët shtojnë se, sipas studimeve dhe ullumtimeve të publikuara, ngrënia 1 deri në 2 vezë në ditë është dieta e rekomanduar ditore për shumicën e personave. Nëse po kërkoni të rrisni sasinë e proteinës, duhet të konsumoni edhe më shumë se sa kaq vezët. Por jo të gjithë ekspertët janë të njëmendje lidhur me sasinë e vezëve që duhet të konsumoni. Kur konsumohet për mëngjes, vezët kanë treguar se i bëjnë njerëzit të ndihen të ngopur për një periudhë më të gjatë kohore. Vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur duhet t'i ketë pjesë të pasvendësueshme të dietës së tij. Vezët dikur konsideroheshin si burime ushqimore të pashëndetshme për shkak të kolesterolit të lartë dhe problemeve me zemrën. Fakti që e verdha e vezës përmban shumë kolesterol ishte arsye kryesore për këtë arsyetim. Megjithatë, ullumtimet e mëvonshme kanë zbuluar se ngrënia e vezëve nuk e rriste riskun e sëmundjeve në zemër. Një vezë në mallsinë mesatare përmban 186 mg kolesterol dietik. Sipas udhëzimeve dietike amerikane, njerëzit duhet të konsumojnë sasinë e kolesterolit sa më të ulët jetë e mundur dhe të konsumojnë një dietë të ekuilibruar, të rëndësishme për aktivitetet ditore dhe për mbrojtjen e shëndetit të tyre. Vezët janë një nga burimet të shkëlqyera të proteinës. Ato janë të larta në vitamina dhe minerale të ndryshme, duke përfshirë këtu vitaminën A, vitaminën B, B12, vitaminën D, iodin dhe folatin. Fëmijët duhet të konsumojnë të paktën një vezë në ditë. Vezët janë të pasura me nivele të mira të hekurit, folatit, proteinës, acideve yndyrore omega 3, të cilat do të ndihmojnë në rritjen e qelizave dhe zhvillimet më të mira të trurit, dhe në plotësimin e kërkesave tuaja ditore për proteinë. Një i rritur tipik i moshuar mund të hajë pa frikë 7 vezë në javë. Forca e kockave bie me kalimin e moshës dhe vezët përmbajnë gjithashtu vitaminën D, e cila ndihmon trupin në përthithjen e kalciumit edhe në shëndetin më të mirë të kockave. Të verdhat e vezës përmbajnë antioksidant, lutein dhe zeakanthin, të cilat do të reduktojnë riskun e formimit të kataraktit dhe degenerimit makular. Shtimi i vezëve të zjera në menunët tuaj ditore do të përkthehet gjithashtu edhe një mbrojtje më e mirë e shëndetit dhe lehtësimi i komplikacioneve të tyre. Vezët, ekspertët i cilësojnë si shumë të rëndësishme për të kryer aktivitetet tuaja ditore dhe për të parandaluar gjithashtu edhe komplikacionet që ju kanosen. Vezët janë një nga ushqimet më të pasura me lëndë ushqyese dhe me larmishmëri të lartë në kuzhinë. Vezët mund t'i zjeni, t'i skuqni, t'i rrihni, t'i përdorni në gatime të ëmbla, të kripura dhe gjithashtu edhe në gatime të ndërmjetme. Kur vjen puna te vlerat shëndetësore, duhet të përzgjidhni mënyrën më të mirë të servirjes së tyre për të marrë edhe përfitimet ushqyese. Vezët janë ndarë në 2 kategori: ato që duhen zjerë dhe ato që duhen skuqur. Vezët përmbajnë proteina, ndaj ato janë tepër të preferuara nga atletët dhe sportistët. Vezët janë një burim i mirë i vitaminës A, hekurit, seleniumit dhe proteinës. Mënyra e gatimit të vezëve ka shumë rëndësi në përthithjen e ushqyesve edhe vlerave ushqimore të tyre. Një vezë e zirë fort përmban 77 kalori. Veza e skuqur ka 90 kalori. Një vezë e zirë fort ka vetëm 5 gram yndyrë, 2 prej të cilave janë të ngopura. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.